jetojmë në një sistem ku nuk kemi asnjë eksperiencë, asnjë praktik të përcaktimit të çmimeve nga shteti, se kjo është e pamundur, por kemi një plan për të bërë transparencë për qytetarin lidhur me çmimet e ushqimeve bazë. Plan të cilin do ta prezantojmë më herët sa vonë në momentin kur të jetë i konsoliduar plotësisht me detaj. Ashtu si kundër edhe një sër, siç thash, komponentësh tjerë të programit. Dgjoni, unë e kuptoj shumë mirë që gjithsa ka ndodhur në këtë periudhë ka gryer një shtrat të një lumi të, nëse mund ta bëj këtë krahasim, të qeverisjes edhe të raportit të qytetarit me shtetin, me qeverisjen. Por unë jam i bindur që, siç e kam thënë qysh kryet herës, në të gjithë këtë vorbull, ata që do të dalin më të fortë do të jenë qytetarët shqiptar dhe qeveria e tyre.